Për herë të parë, Romeo Vesha i ka folur hapur për ndarjen e tij nga Heidi Baçi. Gjatë një interviste, ai theksoi se marrëdhënia e tyre përfundoi pa tensione dhe me respekt të ndërsjellë. Lidhja ime me Heidin përfundoi me respekt. Unë njohëm brenda, qëndruam 3 muaj jashtë dhe nuk funksionoi. Kishim mendime të ndryshme për jetën, e respektoj. U shpreh Romeo duke treguar qartazi se nuk ka asnjë konflikt mes tyre. Për te lidhjes personale, Romeo foli edhe për karrierën e tij dhe për eksperiencën e tij televizive. Ai u ndal te koha e kaluar në Top Channel duke theksuar se ruan kujtime të bukura nga puna atje, edhe pse tashmë ka zgjedhur të ndjek rrugën e tij. Për fansat e tij ai sqaroi gjithashtu se pjesëmarrja në Big Brother VIP Albania ishte një eksperiencë që e pasuroi personalisht, edhe pse nuk përfundoi gjithmonë ashtu siç kishte pritur, duke treguar se nuk ishte një eksperiencë për të. Komentet e tij pasqyrojnë një qëndrim të matur dhe të reflektuar, duke shmangur dramatizimin e ndarjes. Romeo Vesha i duket se e ka mbyllur këtë kapitull në mënyrë të qetë, duke mbajtur respektin dhe kujtimet e mira nga momentet e përbashkëta. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.